Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e librit Risalet ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Mesazhi i Ibn Qayyimit rahimahullah dërguar njërit prej vëllezërve të tij. Vazhdojmë vëllezër me kapitujt aty ku kemi mbet para Ramazanit. Dhe kapitulli i radhës që ka sjellë Ibn Qayyim rahimahullah në këtë libër vëllezër e ka ndërtu mbi atë që vetë se kemi cek nderset e kalume, e që nëse ju kujtohet kemi thanë se çdo njeri në jetën e kësaj bote përpiqet, mundohet patjetër pa parasysh fen që e ka, statusin shoqëri që e ka, kushdo qoftë ai, përpiqet me arrit çka lumturinë. Edhe me largu nga vetja e tij çdo gjë që ja cenon lumturinë dhe kënaqësinë jetën kësaj bote. E kemi përmendur dozë 6 gjëra që i ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah, të cilat kthehen tek dy boshte kryesore, dy pika kryesore. E para ishte aspekti teorik edhe e dyta aspekti praktik. Edhe kemi thënë dozë në aspektin teorik e para duke e ditë se çka është lumturia. Pastaj duke e njoft rrugën e cila na çon tek lumturia, edhe duke i njoft se cilat janë ato gjëra të cilat bën pengesë mes neve edhe mes lumturisë, edhe arritjes deri tek lumturia. Në që të largohemi prej tyre. Pastaj edhe kemi marrë vëllezër aspektin praktik. Pra tham kur njeriu me vendosmëri, me ambicie të lartë i kushtohet gjërave të cilat i sjellin dobi në jetën e kësaj bote. Edhe ka kujdes të madh edhe ruhet shumë nga gjërat që e dëmtojnë. Andaj, në bazë kësaj vëllezër që kemi cekë, Ibn Qayyim rahimahullah edhe në këtë kapitull i sjell disa gjëra dhe thotë se nëse thot e ke kuptuar këtë hyrje që kemi bërë deri më tani, thot atëherë ta dish se lumturia e plot, gëzimi i plot, jeta e mirë, jeta e rahatshme, jeta e kënaqshme shpirtërore, thot është vetëm apo kufizohet vetëm tek disa pika i përmend. E para që a përmend vëllezër thotë është njohja e Allahut subhanahu wa taala. Pra dëshiron me i pas gjitha këto, duhet me e njoft Allahun subhanahu wa taala. Por shikoni si po shprehet vëllezër Ibn Qayyim, po thotë al-ladhatu tamma, kënaqësia e plot. Për mana ba vëllezër neve me dije se edhe në jetën e kësaj bote ka kënaqësi, ka lumturi, mirë po janë çka të mangëta, nuk janë të plota. Edhe në anën tjetër, edhe pse janë të mangëta, pra nuk janë plota, janë të njollosura me lloj-lloj gjëra të cilat ja vështirësojnë njerit jetën. Andaj vëllezër, lumturia e plot, kënaqësia e plot, rahatia e plot shpirtërore, ku qenë ka, po thotë Ibn Qayyim rahimahullah, kur ne e njohim Allahun subhanahu wa taala, e kemi tauhidin, pra njësojmë Allahun subhanahu wa taala. Që do thotë se njeriu sa më shumë që e njeh Zotin e vet subhanahu wa taala, sa më shumë që e don Zotin e vet, sa më shumë që përmallohet për Allahun subhanahu wa taala, sa më shumë që e realizon tauhidin në jetën e vet, kret kjo, don përpjestim me këta, të garantohet ty çka lumturia në jetën e kësaj bote, edhe arritja e jetës së mirë shpirtërore. Siç ka thënë Zot Allahu man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kemi marrë tash këtë disa herë në këtë libër. Kushdo që bën punë të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do të bëjmë që ai të kalojë një jetë të mirë. Jetë të mirë, vëllezër, qëllimi është jetë mirë shpirtërore, jetë mirë zemrës. Po ashtu thot Allahu, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kushdo që e ndjek udhëzimin tim, thot Allahu, as nuk kam e deviju nga rruga e drejtë, as nuk më kanë i mirë, i palumtur në jetën e kësaj bote. Shkon dhe këtë ajet, pra Allah po e mohon e dhalal, që është çka devijimi. Andaj, në direkte çka, po indirekte i pohohet njerit udhëzimi. Por derisa ti e pason udhëzimin, po thot Allah që nuk kemi deviju, atëherë çka tregon se kemi kanë udhëzum. Po ashtu Allahu po tregon se nëse ti e pason udhëzimin e tij, nuk kemi pas jetë mirë, jetë tran shpirtërore, jetë vështirë. E kënaq me kuptuar domosë se kemi pas jetë lumtur.
Ajeti tjetër në surën Taha, ku thotë Allahu: "Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa." Ne nuk ta kemi zbrit ty Kur'anin për me ta bë jetën e rëndë, jetën e mirë, të palumtur. Pra Kur'anin ta kemi zbrit që me pas jetë të lumtur shpirtërore. Andaj për vëllezër, jeta e mirë, lumturia po arrit ka kur ti e njeh Allahun subhanahu wa taala, këtë krijues madhështor, të lartësuar subhanahu wa taala, e njeh përmes atyre gjërave me të cilat Allahu na ka njoftuar me veten e tij. Që janë emrat e tij, cilësitë e tij, dëshmitë që tregojnë për madhështinë e tij, madhërinë e tij. Po ashtu kur në zemrën tënde vëllezër ti ke dashuri madhështore, dashuri të madhe për këtë krijues madhështor, për Allahun subhanahu wa taala, dashuri cilës ti i jep përparësi ndaj çdo dashurie tjetër. Po ashtu kur zemra jote vëllezër gjen prehje, qetësi, rahati, çto njohin që e kite Allah për Allahun subhanahu wa taala, për Zotin ton. Kur zemra jote gjen prehje në dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur zemra jote gjen prehje se përmallohet për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Kur ti përjetojsh gjitha këto, ti ke me shiju vëllezër në kënaqësi, në rahati të madhe shpirtërore, një lumturi të madhe e cila nuk mundet mu përshkruar me fjalë. Pra pika e parë vëllezër po përmendim më kaime, po thot me e njoft Allahun subhanahu wa taala. E dyta po thot wa tauhidihi, fi ma'rifati Allah, në njohjen e Allahut arrihet lumturia, wa tauhidihi, edhe në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Do thot kur ti e realizon tauhidin, besimin e sakt, të pastër në jetën tënde, me të tri llojet e tij, tauhidin rububie, uluhie, edhe asma wa sifat. Pika tjetër po thot wal unsi bihi, ku e gjejmë lumturin kur ti gjen prehje, rahati te Allahu subhanahu wa taala. I pajtimit i kënaqshëm që Allahu është Zoti yt. Do thot zemra vëllazër e këtij njeriu i cili është pasuesi i tauhidit, gjen prehje te Allahu subhanahu wa taala. Pse gjen prehje te Allahu subhanahu wa taala? Se e njeh Allahun subhanahu wa taala përmes emrave, cilësive, veprave të tij. Pse e beson me besim të sakt, ka tauhid. Dhe të gjitha këto gjendje vëllezër që janë në gjendje që në zemrën e këtij njeriu nuk mundën me kanë në zemër tjetër kujt. Me përjashtim të njeriu i cili e njeh Allahun edhe e ka realizuar tauhidin. Edhe gjen prehje te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj bëhet wa shauqi ila liqa'ihi. Edhe kur përmallohesh për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj njeriu pra besimtari i cili e njeh Allahun subhanahu wa taala, i cili e don Allahun subhanahu wa taala, i cili e ka realizuar tauhidin në jetën e vet. Ky njeri vëllazër në zemrën e vet ka përmallim të madh për takimin me Allahun subhanahu wa taala. E lakmon edhe dëshiron dhe shpreson takimin me Allahun subhanahu wa taala, kuptohet duke qenë në atë gjendje me cilën është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Mirë po vëllezër, kjo dëshirë e tij, kjo lakmi e tij, ky përmallim i tij nuk është diçka vetëm në aspektin e fjalëve që thuhet me fjalë, mirë po është diçka që këta vazhdimisht e inkurajon edhe e nxit që ai sa më shumë me shtu vepra të mira, edhe me përsos veten e vet. Pra me nxitu drejt vlerave edhe përsosmërive. Allah thot: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kushdo që shpreson në takimin me Zotin e vet, le të bëj punë të mira që janë përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Edhe të mos i shoqëroj Zotit vet në adhurim askënd. Po sinqeriteti vëllazër dhe pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shallës na e vrem se në lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cila një prej lutjeve që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para selamit namaz ka qenë edhe ajo që transmeton Ammar ibn Yasiri radhiyallahu anhuma, se pejgamberi sa më ka lutur Allahun, ka thënë: "Wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhik wa shawqa ila liqa'ik." Kërkoj prej teje o Allah kënaqësinë e shikimit në fytyrën tënde, pra në xhenet, wa shawqa ila liqa'ik, edhe përmallimin për mu taku me ty. Përmallimin për mu taku me ty. E kjo vëllezër është një lutje madhështore, pse se
shikimin në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, pra në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, është kënaqësia më e madhe që mundën më përjetu banorët e xhenetit. Nuk ka kënaqësi më lumturi më të madhe për ta. Siç ka në hadith, kur të shikojnë Allahun i harrojnë gjitha përjetimet edhe kënaqësitë që janë në xhenet. I harrojnë gjitha. Pra nuk ka diçka më të mirë për ty si besimtar se sa Allahu më ka i kënaqur me ty edhe me të nderuar që ti më shikon fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj si rezultati këtij shikimi në fytyrën e Allahut, edhe fytyra jote komu ndriçu, edhe komu bë më e bukur, më e shkëlqyer në ditën e Kiametit. Xhenetet e Allahut subhanahu wa taala, siç thot Allahu wujuhu yawma idhin nadhira, atë ditë disa fytyra do të shkëlqejnë nga bukuria. Ila rabbiha nadhira, sepse janë duke shikuar me sy në Zotin e tyre. Kjo është kënaqësia më e madhe, ky është synimi final drejt cilit garojnë njerëzit besimtar në jetën e kësaj bote, pra që më mundsu Allahu subhanahu wa taala që më shikoj në fytyrën e tij në ditën e Kiametit. Andaj edhe kush ka mundësi me çujt një njerëz të mençur, një të logjikshëm, që ka mendjen e shëndosh, i cili mashtrohet nga kënaqësitë e përkohshme të jetës së kësaj bote, edhe e largon veten nga ato shkaqe të cilat ja mundsojnë që në ditën e Kiametit me shikon fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Pra bën pengesë mes tij edhe mes kësaj kënaqësie, e cila nuk mund të krahasohet me asnjë kënaqësi tjetër. Pa gjitha kjo vëllezër që e tham, na jep me kuptu se çfarë ndikimi ka tauhidi, besimi i saktë, njohja në Allahun subhanahu wa taala, njohja e emrave të Allahut, cilësive të Allahut, madhështisë së Allahut, gjitha këto çfarë ndikimi kanë në zemrën e njeriu besimtar, në sjelljet e tij, në përmallimin e tij për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Që thotë njeriu sa më shumë që i shton njohurit për Allahun subhanahu wa taala, kur themi njohuri, do të thonë njohurit e sakta. Padyshim që do t'i shtohet dashuria për Allahun subhanahu wa taala, dëshira për takimin me Allahun subhanahu wa taala, frika për Allahun subhanahu wa taala, shtimi i punëve të mira dhe largimi nga gjunahet. Varësisht se sa e njehti Allahun subhanahu wa taala. Patjetër. Shtë vrejmë shumë hadithe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë nxit shokët e vet që më bani punë për punëve të mira, i kanë nxit përmes sqarimit të disa emrave, cilësive të Allahut subhanahu wa taala. I kanë njoftuar me Allahun subhanahu wa taala në mënyrë që zemrat dhe diçka të përmallohen për Allahun subhanahu wa taala, edhe pastaj të angazhohen me punë të mira. Si shembull, vëllezër, kemi hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka thënë sahabive: Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Vërtetë se ju në ditën e Kiametit, pra keni me pa Zotin e juaj me sy, thot ashtu siç po e shihni këtë han. Pra nuk është qëllimi për gjasimit, vëllezër, i asaj që shihet me asaj që shihet, mirë po i shikimit me shikim. Që ka thënë la tudammuna fi ru'yatihi. Nuk keni me psu ndonjë dëm nga shikimi në të, apo nuk kemi me pas vështirësi, do të gjithë keni me pa. Edhe nga ky shikim nuk kemi pas ndonjë pasojë apo ndonjë dëm. Shkon dhe si i ka nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka inkuraju, e njeri kur i dëgjon këto fjalë, do të çka, secili kur e dëgjon këtë hadith veten e vet thot: "O Allah, bënun për këtyre njerëzve. Mundsoma me kanë për këtyre njerëzve që kanë më shikuar ty në ditën e Kiametit." Mirë, po çka është bon ajo që vjen si rezultat i kësaj, apo ajo që ta mundson këta që ti me pa Allahun subhanahu wa taala, është namazi. Sa ju ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Andaj nëse mundeni që mos më u shpërqendru nga namazi para lindjes diellit, pra namazi sabah, dhe namazi para perëndimit diellit, namazi i kindis, bëjeni këta. I ka përmend këto dy namazë vëllezër më të rëndësishme të pejgamberit, sabahun edhe ikindin, se njeri i cili i ruan këto dy namazë, padyshim që i ruan edhe namazet tjera. Shkollën e me kuptu se kur ti e njeh Allahun subhanahu wa taala me njohuri të saktë, kjo patjetër ka me të bëjë që ti me lviz drejt punëve të mira, drejt punëve që të afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. E shkon vëzën këtë hadith se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka tërheq një paralele, apo e ka bën një lidhje mes rujtjes namazit, faljes rregullisht namazit dhe shikimit në Allahun subhanahu wa taala. Pra sikur mund ta thotë nëse dëshiron
me kanë prej atyre që kanë me pa Allahun ditën e kiametit, ruaje namazin. Kujdesu çka për namazin. Pse se namazi është lidhja jote më e fortë që e kime me Zotin tonë dhe me krijuesin tonë. Tjetra po thotë Ibn Qayyim vëllazër ijtima'il qalbi wal hammi alay. Kur ti e tubon, e fokuson, e përqendron zemrën edhe synimin ton, brengat e tua ku te Allahu subhanahu wa taala. Kështu arrin lumturinë. Kjo është begatia më e madhe që mundet që të jep vëllazër Allahu subhanahu wa taala, që jep besimtarit. Kur ti zemrën tane, brengat e tua, synimet e tua, njetet e tua i kit fokusumet, përqendrumet, tubume vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Për Allahun, për fenë e Allahut, se si me kanë i bindun sa ma shumë ndaj Allahut, si mu afru sa ma shumë te Allahu subhanahu wa taala, si me arrit kënaqësinë e Allahut, si me shpëtu nga dënimi dhe zjarri i Allahut. Pastaj thotë Ibn Qayyim sepse thotë jeta më e rand, më e zymt, thotë është jeta e atij njeriu i cili e ka zemrën e shpërqendruar. Edhe ato brengat, synimet e veta i ka të shkapërderdhura. Do thotë është i angazhuar vëllazër me gjëra të cilat ja coptojnë, ja shpërqendrojnë zemrën, edhe i shkaktojnë shqetësim edhe ankth. Ndryshe nga ai besimtari vëllazër që cekëm i cili brengën kryesore në jetën e kësaj bote e ka me arrit kënaqësinë e Allahut, me arrit xhenetin e Allahut, edhe me shpëtu nga hidhrimi dhe zemrimi e Allahut, zjarri i Allahut subhanahu wa taala. Pra çdo punë që e bën jetën e kësaj bote kthehet tek kjo pikë. Mirë, pa do thotë që se njeri nuk do të mu angazhu me dunjan e ti, jo, dhe. Nuk është kjo sakt. Allah thotë, wala tansa nasibaka min ad-dunya, mos e harro hisën tane në jetën e kësaj bote. Pa Islami është fe që nxit, do thonë, mos me harru edhe hisën tane që e ki në dunja. Mirë, po qëllimi vëllezër është që ti mos me ba dunjan preokupimin ton kryesor, mos me i dhan dunjas përparësi para ahiretit. Pra si që shlut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'ali ad-dunya akbara hammina. O Allah mos e bëj dunjan preokupimin ton kryesor. Angazhohu me dunja, nuk prish punë, mirë po jo që me i dhan përparësi dunjas para ahiretit. Jo në dëm të ahiretit, të dëmtu ahiretin ton. Jo që dunjaja me të pas ty në kontrol. Pra me haru ahiretin, me haru lumturin tane, kënaqësinë tane shpirtërore. Çto vëllazër është problemi? Ç'kjo është problemi? Ç'kjo është ajo smundja e rrezikshme që e shkatron njeriu? Thotë Ibn Qayyim sepse kur njeriu e ka kështu zemrën e shpërqendruar, edhe të synimet e veta çka përderdhura, thotë zemra e tij nuk mundet me gjetë çka, vend strehim, nuk mundet me gjetë vend qëndrim, stabilitet. Edhe nuk ka thotë se do një të dashur ku ai kërkon, ku gjen strehim apo gjen qetësi edhe rahati. Kush janë vëllezër këta njerëz? Janë pasuesët e kotës. Cilët pasimi i kotës, domethënë i ka bën këtë gjendje. Jo ka shpërqendruar mendjet e tyre dhe zemrat e tyre. Atë vëllezër përmend këtu Ibn Qayyim, për kuptimin e fjalëve të tij thotë se jeta e mirë, jeta e dobishme, jeta e rahatshme, rahatia, qetësia shpirtërore, thotë është kur ti i kushtohesh apo i kthehesh atij dashurit të parë për qëllim çka Allahu subhanahu wa taala, dhe thotë se edhe nëse zemra e njeriut zhvendoset edhe i përjeton gjitha kënaqësitë, zhvendoset për një kënaqësi tjetër në jetën e kësaj bote, thotë nuk gjen rahati, nuk gjen çka qetësi në asnjërin prej tyre. Derisa thotë çka të qetësohet, të rahatohet i adhurumi vet për Allahu subhanahu wa taala, Zoti i vet, krijuesi i vet, nga i cili thot nuk mundet me kanë i pavarë dhe në as më shkput asë një hapje edhe e mbyllje e synit. Pse është këtu vëllezër se zemrat tona janë kriju për tauhidin e Allahu subhanahu wa taala. Çka është qëllimi pse na ka kriju Allahu subhanahu wa taala? Andaj kur zemra e njeriu del nga çka natyrshmëri për cilën ka kriju Allahu subhanahu wa taala, ka me pas lkundje, ka me pas luhatje, ka me pas shqetësime. Pra zemra është kriju vëllezër për tauhid, besimin e saktë në Allahun subhanahu wa taala. Edhe nevoja e zemrës për tauhidin e Allahut, vëllezër, siç thotë Ibn Taymije, edhe për përmendjen e Allahut, është sikur nevoja e peshkut për ujin. E dim çka i ndodh peshkut nëse largohet nga uji.
Pastaj pra kur zemra largohet nga tauhidi, lkundet, shqetësohet, trazohet, ndërsa pa tauhid çka vdes. Zemra pa tauhid vëzër, zemra e vdekur. Thot Allah, "O men kana maytan fa ahyayna." A mund të më krahasu ai i cili ka qenë i vdekur pra në kufër dhe në shirk, fa ahyaynahu, me atë që e kemi edhe pasaj e kemi ngjall, thot Allah. Me çka kemi ngjall? E kemi ngjall me tauhid. Pasi që ka qenë i vdekur në shirk edhe në kufër. Kama mathalu për më në fund Allahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, e kemi dhënë dritë me cilën ai ecë mesin e njerëzve. Kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha, si shembulli i atij që është duke bredhur në errësira nga cilat nuk mundet me dal. Po ashtu thot Allah, "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." O besimtar, përgjigjuni Allahut, përgjigjuni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ai ju thret drejt asaj që ju jep jetë. Shkon, nuk ka jetë pa tauhid. Jeta pa tauhid është jetë që e bajnë të gjitha krijesat tjera, njeri han, pin, flen, martohet, mirë po, jeta reale është jeta zemrës, e nuk ka jetë zemrës pa tauhid. Sa do të vrejmë se lutjet e sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për largimin e brengave, hallave, trishtimeve, gjendjeve të rana, në cilat bjen njeriu, gjitha përmbajnë veten e tyre tauhid. Në gjitha vëllezër ka përsëritje të fjalës tauhidit disa herë. Pra fjalës la ilaha illallah. Shkon atje tek mburoja muslimanit. Lutjet për largimin e brengave, viklimeve, prej fillimit deri në fund janë me tauhid. Siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kur njeri përsërit fjalën e tauhidit, duke sjellë ndërmend kuptimin e saj, atë kjo është garanci që me t'i largu Allahu subhanahu wa taala ato gjendje të rënda. Pse se ti kthehesh në origjinë, kthehesh në natyrshmëri, kthehesh në sinqeritet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kthehesh domosdoshmë atë kënaqësinë reale që e përjeton në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. E ripërtrin imanin ton që e ki në zemër. Se zemra si që kemi cek, ka në to zbraztin, në zemër ka varfri, në zemër ka plag, ka gjendje të rënda që s'munën gjitha këto më u largu, përveç se me tauhidin ndaj Allahu subhanahu wa taala, kur ti drejtohesh Allahu subhanahu wa taala me qenien tënde, e don Allahun subhanahu wa taala, vetëm Allahun subhanahu wa taala, dhe dashurinë ndaj Allahu subhanahu wa taala ashtu siç e don Allahu, nuk e don askon prej krijesave. Andaj thotë Ibn Qayyim, fahris an yakuna hammuka wahid. Kështu që thotë pas gjithë kësaj hyrje, thotë përkushtohu që synimi yt, brenga jote me kanë vetëm një. Kështu po na këshillon Ibn Qayyim. Kush është ai? Thotë është hu Allahu wahda, është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pse? Thotë sepse kjo është ai skaji i lumturisë së njeriut. Skaji i lumturisë së njeriut. Thotë dhe poseduesi thotë i kësaj gjendje është në një xhenet të përshpejtuar në dunja para xhenetit e ahiretit. Thotë siç na kanë tregu, thotë, apo kanë tregu disa prej atyre që e kanë gjetë këtë kënaqësi, këtë lumturi, kanë thënë nga njëherë, thotë, në zemrën time, thotë, e kaplojnë disa gjendje gjatë disa kohëve, gjatë cilave them nëse banorët e xhenetit janë në kësi lloj kënaqësie, atëherë vërtet ata janë në një jetë të mirë. Shkon dhe çfarë fjalë ka thënë, duke qenë ai në dunja. Pse ka thënë këtë fjalë? Për shkak të kësaj lumturisë, kënaqësisë të plotë që e ka gjetë në njohjen e Allahu subhanahu wa taala, në tauhidin e Allahu subhanahu wa taala, në dashurinë ndaj Allahut, për mallimin, për takimin me Allah. Apo tjetri ka thënë, nganjëherë thotë, zemrën time thotë e kaplojnë disa kohë apo disa gjendje, thotë, ku më duket se zemra është duke kërcyer nga gëzimi. Për shkak dashurisë ndaj Allahu subhanahu wa taala, njohjes Allahu subhanahu wa taala. E tjetri ka thënë, janë mesakinu ehli dunya, i thartë të dunjas të janë të mjeri. Thotë kanë dalë prej dunjas edhe nuk e kanë shiju atë gjën më të mirë që është në to. Kur e kanë pyetur çka është gjëja më e mirë to, ka thënë me e njoft Allahun, me e dashur Allahun, me gjetë prehje shpirtërore kur je afër me Allahun, edhe mu përmallu për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Që do thotë vëllazër se njeriu i cili del nga dunjaja
edhe nuk e shijon dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala, nuk përmallohet për Allahun subhanahu wa taala, ka me dal prej dunjas pa e shiju atë gjën më të mirë që është në to. Nga se ka leju që më u shpërqendru nga kënaqësitë e përkohshme të jetës, sa i bëhet të cilat e kanë largu nga gjitha këto. Andaj thotë Ibn Kaimi vëllazër, nuk ka thot në dunja, thot kënaqësi e cila i ngjason kënaqësive të banorëve të xhenetit përveç kësaj. Sa i lumturisë jetës mirë shpirtërore. Shko vëllazër, shko lumturia për shpejtume jetën e kësaj bote, e cila i ngjason sadopak kënaqësisë së banorëve të xhenetit, pra kur njeriu ka që të kënaqësinë e plot, e gjen te Allahu subhanahu wa taala, njohja kur njeri ka njohuri për Allahun, e don Allahun, përmallohet për takimin me Allahun, e realizon tauhidin e kështu me radhë. Pastaj Ibn Kaimi thot, për këtë arsye thot e vrem se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi s-salat." Prehja shpirtërore për mua thot është bën në namaz. Pastaj sharon do të Ibn Kaimi thot, prehja shpirtërore thot nuk mundet me kanë veç se te ku te Allahu subhanahu wa taala. Veç se te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye këta njerëz do të kanë gjetë prehje shpirtërore namazin e tyre, i cili thot duhet për shkak të qenjes tij, pra është i vetmi që duhet për vetvetiu për shkak të qenjes tij, kush është pra Allahu subhanahu wa taala, ndërsa çdo gjë tjetër thot duhet për shkak të Allahu subhanahu wa taala. Pa më parasysh kush është ai person, pa më parasysh çfarë grada ka te Allahu subhanahu wa taala, apo në fen e Allahut ti e don për hir të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Sharon Ibn Kaimi thot, namazi thot është qurratu uyunil muhibbin fi hadhihi ad-dunya. Namazi thot është ajo prehja shpirtërore e atyre që e duan Allahun. Prehja shpirtërore në këtë botë e atyre që e duan Allahun thot është pikërisht namazi. Pra Sharon Ibn Kaimi se njerëzit e tillë namaz gjejnë rahatin shpirtërore. Kur të falet, qetësohet. Rahatin, qetësinë e tij e ka namaz. Pse? Thot Ibn Kaimi rahimahullah, për shkak se namaz thot bisedon me atë, pra me Allahun subhanahu wa taala, përveç tek i cili shpirtrat edhe zemrat nuk mundën me gjetë qetësi. Askund tjetër. Për këtë arsye, vëllazër, qetësia arrihet ku? Namaz. Rahatia shpirtërore arrihet çka? Namaz. Për shkak se ti po bisedon me Allahun subhanahu wa taala, me të vetmin te i cili gjen kënaqësi dhe rahati shpirtërore. Thot wa tana'um bi dhikrihi, me të cilin do të kënaqesh me përmendjen e tij subhanahu wa taala, me nënshtrimin për uljen ndaj tij. Kur ti afrohesh te ai përmes namazit, thot wala siyama fi hali sujud, as me tepër thot kur je në sejdë. Si shohën hadith se ai është gjendja kur njeriu është më së afërti me Allahun subhanahu wa taala. Andaj thot Ibn Kaimi rahimahullah, për këtë arsye pejgamberi alayhis salam i ka drejtuar Bilalit dhe ka thënë: "Erihna biha ya Bilal." Shkone, na qetëso me namaz o Bilal. Thot na ka bë me dije, thot pejgamberi alayhis salam, se prehja e tij shpirtërore, rahatia e tij ka qenë namaz. Thotë si mundet më krahasu kjo me gjendjen apo me fjalën e atij që thot po falemi edhe po rahatohemi prej namazit. Shkon dallimin do thot madh mes tyre dy gjendjeve. Një njeri fal namaz në mënyrë që mu qetësu, kurse tjetri fal namaz në mënyrë që mu rahatu prej namaz. I pari falet që me gjet rahati namaz, kurse i dyti falet që mu rahatu prej namaz. Po sigur me pas një bardh madhe në supet e tij, që dëshiron mu largu e mu shkput prej saj sa më shpejt që është e mundur. Andaj thot Ibn Kaimi, ai që e don Allahun, thot rahatin e tij, qetësinë e tij e gjen namaz. Dorso ai i cili është i shkujdesën, që e ka kthy shpinën, thot nuk ka hisën këto. Nuk ka hisën më këtë kënaqësi, këtë rahati, prehje shpirtërore që e gjen tjerë namaz. Përkundrazi thot namazi për to është shumë diçka e rëndë. Diçka e rëndë për zemrën e tij. Si thot Allahu, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Është madh diçka namazi i rëndë, me përjashtim për atyre që i tutën i Allahut dhe kanë frikën e Allahut subhanahu wa taala.
Thot beli salatu kebiratun shaqqatun alej. Namazi për këta njerëz thot është i rënd, diçka shumë e madhe, si me pas një bar në supët e vet, në supët e veta në shpinën e vet. Thot idha qama fiha ka'annahu 'ala al-jamr. Kur të falet, kur ky njeri thot fal namaz është sikur me qëndru mbi gaca, derisa ta kryjnë thot. Thot edhe namazi më i dashur për to është ai që falet shumë mas shpejti, edhe mas shkurti. Çudi vëllazër shkone. Namazi ku njerit si sa domethënë e gjen aty rahatin shpirtërore, kënaqësinë shpirtërore ku nuk ka diçka ndaj lidhje më të fortë mes teje, edhe kënaqësi më të madhe mes teje mes Allahu subhanahu wa taala për veprave, se sa namazi te këta njerëz e pas ka kët ndikim. Thot sepse te këta njerëz nuk gjejnë rahati edhe kënaqësi shpirtërore as në zemrën e vet, as qetësitë më shpirtërore për shpirtat e vet apo zemrën e vet namaz. Ose njeriu, shikoni vëllezër çfarë parimi këtu na sjell Ibn Kaimi rahimahullah. Thot njeriu kur gjen rahati dikun edhe kënaqësi shpirtërore, edhe zemra i flan aty edhe i qetësohet, thot gjëja më e rëndë, më e vështirë për to është mu largu prej saj. Sikur domosdoshmë njeri i cili gjen rahati namaz, mezi spret me hi namaz. Edhe i vjen shumë vështirë mu largu edhe mu shkput prej namazit. Ndërsa thot ai i cili e ka zemrën e zbrazd nga Allahu, zemrën e zbrazd nga bota tjetër, të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka sprovuar me dashuri ndaj dunjas. Thot gjëja më e rëndë për to është namazi, Allahu na ruaj. Thot dhe gjëja më e urrëtun për to është me e zgjat namazin. Thot edhe pse nëse shikojmë thot gjendjen e tij, ka kohë të lirë sa dush, ka shëndet në trupin e tij, edhe nuk ka diçka prej angazhimeve. E kjo është vëzën i vrejtje, me thanë që e rëndësishme që e sjell ku Ibn Kaimi rahimahullah, ku secili mundet me e gjetë veten aty. Pastaj do Ibn Kaimi na i sjell disa gjendje, gjithsesi 6, përmes cilave namazi për neve shndrohet në prehje edhe rahati shpirtërore, kënaqësi shpirtërore. E këta po e lajmë vëzër për desin e radhës. E ne në fund e lusim Allahun subhanahu wa taala, që të sjell dobi që dëgjojmë, e lusim Allahun subhanahu wa taala me na shtu dijen e khairit. Lusim Allahun subhanahu wa taala që ato që ai tham të jenë argument për neve jo kundër nesh. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.